Ulja e temperaturave është shoqëruar dhe me një shtim të ndjeshëm të rasteve me viroza. Mjekja infeksioniste Esi Duka thot se më të rrezikuarit janë fëmijët, të moshuarit si dhe personat me sëmundje kronike. Në këtë periudhë kemi një shtim të numrit të rasteve, që mund të jenë në sindrome gripale, të shoqëruara dhe me komplikacione të ndryshme, qoftë encefalite, do të thënë prekje të sistemit nervor qendror, qoftë meningite, apo forma të rënda të pneumonisë. Ne kemi një shtim të numrit të rasteve, duke filluar që nga moshat mbi 14 vjeç dhe duke variuar deri te grup moshat më të mëdha, mbi 80 ose më shumë. Por kryesisht janë në grup moshat që janë më tepër aktive, që janë frekuentojnë më tepër ambientet e hapura. Sipas mjekës, të shumta janë edhe rastet e përdorimit të medikamenteve pa rekomandimin e mjekut, të cilat shpesh mund ta rëndojnë edhe më tepër gjendjen e tyre shëndetësore. Një pjesë e pacientëve paraqiten edhe në farmaci, duke marrë medikamente, pa u konsultuar me mjekun, qoftë me mjekun e familjes, që është dhe kontakti i parë i pacientëve me mjekun e familjes, dhe këto janë subjekte që paraqiten edhe në format më të rënduara, sepse duke qenë se fillon një mjekim pa u konsultuar me një mjek, ato paraqiten edhe në format më të rënda dhe kërkojnë hospitalizim në shërbimin tonë. Pluzat e bardha këshillojnë të gjitha grupet e riskut që të vaksinohen.